Qytetarët e Vlorës të shqetësuar për luftën që po kërcënon lindjen e mesme. Ata po i shikojnë me mjaft vëmendje zhvillimet më të fundit mes Iranit dhe Izraelit që kanë marrë për masa të përgjakshme. Qytetarët solidarizohen me viktimat e pafajshme të dyja shteteve dhe apelojnë që të gjendet një zgjidhje sa më shpejt. Ata mendojnë se një rol të rëndësishëm duhet të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po dhe mund të pritet lufta, mund të pritet. I urdhri Amerikanit atje, marroi filmi. Se Amerikanit? Po Amerikanit, po ku do vendos atje? Po tha, Trumpi marroi filmi, s'ka luftë. Unë mendoj që të dy palët gabojnë, sepse se ka arrit koha të jemi gjithë në paqe. Edhe mendoj që si Izraeli edhe Irani të ndaloj luftën e gjithë popullit të vejnë në paqe, sepse jemi gjithmonë ke shikojmë edhe në vende tjera që lufta, fëmija, rriturit, njerëzit, mendoj që kërkojnë paqe në të gjithë vendin. Mendoni ju dhe keni frikë në një përshkallëzim? Këtu nuk është frika, është ai mendimi që mos ketë luftë për të jetuar njerëzit. Mos të kemi ndonjë luftë më të madhe, kështu që populli mendoj që të jetë gjithmonë i qetë. Të mund të përshkallëzohet situata? Nuk, unë kam dhënë matematikë fizike, me histori nuk jam marrë. Bëhet, do mbaroj. E kemi shpresë. Me mjaft shqetësim dhe keqardhje, po i shikojnë qytetarët e Vlorës zhvillimet më të fundit të luftës mes Izraelit dhe Iranit. Ata thonë se duhet të ndalet gjakderdhja pasi po vriten njerëz të pafajshëm dhe se dy shtetet duhet që të gjejnë një kompromis të përbashkët për të ndalur luftën. Po ashtu ata shikojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë një rol kyç dhe vendimtar në paqen në lindjen e mesme.